Bravo e madhe. Zonja dhe zotrin, grupi Pleqt e Krujës dhe vallëtarët shumë të talentuara, që është një kënaqësi të jem mes tyre dhe të shija nga afër me këtë performancë kaq të bukur dhe me melodinë kaq të bukur që dëgjuam. Vajza ulemi edhe do të qëndrojmë pak së bashku. Është vërtet kënaqësi, po ulem edhe unë këtu mes jush. Po si jeni? Si keni kaluar? Mirë. Grupi Pleqt e Krujës janë një nga përfaqësuesit më dinjitos të kulturës në Krujë, të gjithë Krujës, por edhe të gjithë Shqipërisë. Nuk besoj se ka njeri në Shqipëri që nuk ju njeh ju dhe këngët kaq të bukura dhe vallet kaq të bukura. Prej sa vitesh vjen ky grup? Grupi fillimin e kanë shkurt të vitit 1957. Ne jemi brezi 4. Unë kam mbi 33 vjet që e ndjek këtë grup, e drejtoj dhe mësoj me ta. Këtu do ndalesh a zoti Meti. Si është punoni të gjithë së bashku? Sigurisht puna ka dhe urit e ngritit, sigurisht ka. Por ne i kemi të lezetshme se i kemi me këngë. Ju zoti Meti? Sa vite keni qenë pjesë e grupit? Ai sa tha Medi ka me dhonë faktikisht. Edhe ju njësoj. Po ne kemi filluar shumë më herët me Metin, Gimin, unë, Avniu për shembull, jemi plejade vjetër këtu, mbi 50 vjet që kënojmë, domethënë me grupet. Mirë kalojmë shumë mirë. Këngët i kënojmë domethënë qytetit tonë me bazë domethënë qytetit. Ju i këndoni vetëm Krujës? Më shumë i kam kënu Krujës, gjithë këngët e Krujës. Unë edhe shokët e mi kemi kënu këngët e Krujës. Dëshirojmë dhe jem shpresë plot që këtë kultivim ta marrin brezi i ri dhe ta përcjellin brez për brez, sepse i bëjmë nerë qytetit, po i bëjmë nerë edhe kombit, se majmë gjallë vlerën, aja që na jep identitet. Si mendoni të na jepni pak nga kjo shija? Pora, me gjithë shef. Se plasa, se më do qivapa, se më do qivapa, më i gotë se mi jeve faqe nëse plasa. Jeve një uj se plasa, se më do qivapa, se më do qivapa, më i gotë se mi jeve kusha nëse plasa. Shef si e knove dhe ti, se dhe ti e dikëm duke të Kjo këngë të bën që të knaqesh, ne kur shkojmë në për evente, në për darsma, fejesa, kështu, ditëlindje, e knoj gjithë auditori, valla. Kjo është super këngë. Kjo është dhe roli i grupeve që ekzistojnë në Shqipëri, që vlerën ta përcjellin, pavarësisht se është këngë e vjetër. Po nëse nuk e përcjellëm, e harrohet. Karaj me druhe, ona vjene karaj me druhe. O, din majnu se me shkarkue, din majnu se me shkarkue. Ja, duje gjendine, shuni kush pëllumine, se mundore ke. Ja, duje qunine, shuni kush pëllumine, se mundore ke. Edhe kjo ishte shumë e bukur. Tani një pyetje kam, unë turistët kanë përshtypjen që ju duan shumë. Me zinë të në Keni ndikuar dhe në pjesën e turizmit. Ta tjetër. Ne kemi edhe disa turistë. Hi guys. Hello. Hi. Do you want to come here just a few seconds? I thought to invite you up here because we were all enjoying the music. So do you want to just dance the last part? Dance? Yeah. Where are you from? We are from Czech Republic. Oh, nice. First time in Korea? First time here. Do you like it? Yes, of course. Yeah. Do you like the music? Yes. Edhe një këngë të fundit bashkë me turistat që ju duan kaq shumë.
Thank you. Dhe kjo ishte eksperienca vërtet që marrim nga grupi Pleq të Krujës, një kënaqësi jo vetëm për ne shqiptarët që vim dhe i kemi shumë afër, por edhe të huaj që udhtojnë me kilometra për të ardhur dhe për të ndjerë shijen e vërtet të Shqipërisë, mikpritjen shqiptare edhe traditat që ne i përçojmë brez pas brezi.